Shëndetje, jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark, kampionati kombëtar i voleybollit sezonit 2024-2025, kategoria superiore, java e 13. Luhet ndeshja ndërmjet Dinamos, Siprice dhe Pogradecit. Ekipi i Dinamos paraqitet në këtë ndeshje me këtë përbërje lojtarësh: Suvaria numri 7, Shabanaj numri 16, Borakaj numri 26, Myftyu numri 12, Lama numri 6, Gjyshja numri 2, Bregu numri 14, Lapa numri 9, Libero, Gruda numri 19, Sulejmani numri 15, Mshedeshvili numri 8, Sukov numri 3, Blevinc numri 21, Zydlo numri 1. Kapiteni e ekipit të Dinamos është Bregu me numrin 14. Stafi teknik i ekipit të Dinamos përbëhet nga kryetrajner Michelangelo Maggialetti dhe zëvendës trajner Naim Limanaj, Kliton Dodaj. Statistika Vasja Lapa, mjeku Fadil Alajbeu. Nga Federata Shqiptare e Volejbollit janë përcaktuar si gjyqtar Enri Zenolari dhe Angelo Brokaj. Ekipi i Pogradecit paraqitet në këtë ndeshje me këtë përbërje: Gjata numri 1, Kërthi numri 2, Kalludra numri 3, Shahu numri 4, kapitene e ekipit të Pogradecit, Aoki numri 5, Mato numri 6, Fasuleva numri 7, Shonte Seal numri 9, Hasaj numri 10, Ramo numri 11, Ruça numri 12, Zhaulakova numri 13, Nako numri 17, Saini numri 19. Stafi teknik e ekipit të Pogradecit përbëhet nga kryetrajner Besnik Lisha dhe asistencë Semir Dragoj. Gati për të nisur ndeshja. Kujtojmë që në këtë javë të 13 të kampionatit kombëtar, renditja e ekipeve është si më poshtë. Skënderbeu kryeson me 34 pikë, ndiqet nga Tirana me 33 pikë, Partizani 28 pikë në vend të tretë, vendi 4 Pogradeci me 15 pikë, vendi 5 Dinamo me 12 pikë, vendi 6 Vllaznia me 11 pikë, vendi 7 Teuta me 11 pikë dhe mbyllet tabela me Barleti Volej me 3 pikë. Shohim në këtë javë të 13 dhe të 14 të kampionatit që do të ketë një garë të fortë ndërmjet vendit të 4 Pogradecit dhe vendit të 7. Luhet në këtë mënyrë për të përcaktuar 3 ekipet që do të luajnë play-offin dhe ekipin e parafundit të renditjes që do të luaj play-outin për sezonin e ardhshëm me ekipin që do renditet i dyti në kategorinë e parë. Në kategorinë e parë kujtojmë që kampionati kryesohet nga Korabi dhe ndiqet nga Lushnja. Me shumë mundësi Korabi do të hyjë direkt si vend i parë në superiore vitin tjetër dhe Lushnja do të luajë ndeshje play-out me vendin e 7 të kategorisë superiore. Për ekipin e Dinamos në lojë janë Sukov me numrin 3, Zydlo me numrin 1, Gruda numri 19, Shabanaj numri 16, Gjyshja numri 2, Blevinc numri 21 dhe Libero Lapa me numrin 9. Gati për të nisur loja. Në shërbim Fasuleva për ekipin e Pogradecit. Ka gabuar Fasuleva. Vjen pika e parë për ekipin e Dinamos.
E ka marrë pikën Pogradeci, ka qenë Seal me numrin 9 në këtë sulm nga pozicioni 4. Barazohet rezultati 1-1. Ka kaluar në shërbim numri 1 i Pogradecit, Gjata. Blevinc me numrin 21 ka gabuar për Dinamo në pritjen e topit të parë. Vazhdon Gjata shërbimin, jashtë ky shërbimi i Gjatës, barazohet rezultati 2-2. Në shërbim ka kaluar Sukov me numrin 3 për Dinamon. Fasuleva për topin. Mbrohet mirë Dinamo, nuk ka rinë atje Lapa të kthej topin në loj. Ka qenë Sukov që ka pritur mbrojtjen. Kalon Pogradeci përpara me 1 pikë. Blevinc, Gruda. Blevinc ka gabuar në sulm. Dy Dinamo, 4 Pogradeci, seti i parë i takimit. Lapa e ka kaluar topin në fushën kundërshtare, e vëmendshme qendra e Pogradecit, aty ka sulmuar direkt e ka marrë pikën. Disa gabime resht nga vajzat e Dinamos në këtë set të parë të takimit. Vazhdon shërbimin numri 19, Saini. Blevinc, Gruda në pas. Mbrohet Pogradeci në krahun tjetër, Ramo. Blevinc gabon përsëri, prekje rjetje. Vjen pika e 6 për ekipin e Pogradecit. 2 Dinamo, 6 Pogradeci. Në loj për ekipin e Pogradecit janë numri 7 Fasuleva, numri 9 Seal, numri 11 Ramo, numri 3 Kaludra, libero Shaho me numrin 4 dhe numrin 19 Saini, organizator e Pogradecit me numrin 19. Janë rikthyer vajzat në parket pas pushimit të parë që ka kërkuar trajneri i Dinamos. Vazhdon në shërbimin Saini për Pogradecin me numrin 19. Lapa, Gruda në pas, Blevinc, sulmon fort. Jashtë bloku i Pogradecit, vjen pika e 3 për ekipin e Dinamos. 3 Dinamo, 6 Pogradeci. Zylo në shërbim, mbrohet numri 9 Seal. Ka gabuar një nga vajzat e Dinamos. Ka pasur një shqetësim aty te organizatoria e Pogradecit. Pika i ka kaluar Pogradecit. 3 Dinamo, 7 Pogradec. Sukov, Blevinc, sulmon fort. E ka marrë pikën Blevinc. Nuk ka rinë bloku 2 atje i Kaludrës dhe i Ramos të mposhti këtë sulm të fort të Blevinc nga pozicioni 4. Ka kaluar në shërbim tani Gruda me numrin 19 për Dinamo. Fasuleva kalon topin, Gruda e vëmendshme, gjyshja. Blevinc.
Është marrë vesh mirë ati organizatoria e Pogradecit, Saini me qendrën e Pogradecit. Kaludrën e ka marrë pikën Kaludra. 4 Dinamo, 8 Pogradeci. Ka kaluar në shërbim tani Kaludra me numrin 3. Ka gabuar Lapa atje në pritjen e topit të parë. Nuk është marrë vesh me Sukov. Vjen pika e 9 për Pogradecin. Vazhdon Kaludra në shërbim. Sukov, Gruda në pas, Shabanaj fort. Nuk Karim Fasuleva të mbrojt. E ka marrë pikën Shabanaj, ka qenë bloku 2 shati i Gjatës edhe i Ramos. Shabanaj është lojtare 7 lartë, ka kërcyer fort mbi blok. Diagonalen e shkurtër e ka marrë pikën. Blevins në shërbim. Fasuleva është kthyer topi në loj. Shabanaj, Gruda në krahun tjetër Sukov. Është kapur në blok Sukov nga Gjata dhe Ramo. Vjen pika e 10 për Pogradecin. 5 Dinamo, 10 Pogradeci. Ka kaluar Ramo në shërbim për ekipin e Pogradecit me numrin 11. Lapa, Gruda në pas, Shabanaj në pozicionin 2, mbrohet Ramo, Saini nga vije dytë. E ka kapur gjyshi atje këtë sulm nga vije dytë. Ka qenë numrin 9, Shonte Seal. Vjen pika e 6 për ekipin e Dinamos. Ka kaluar në shërbim gjyshja tani me numrin 2 për Dinamon. Seal, Saini në pas, Ramo. Ka gabuar Ramo në këtë sulm nga vija e dytë. I dhuron pikën e 7 ekipit Dinamos. Vazhdon shërbimin gjyshja me numrin 2. Fasuleva, Saini mbrapa shpinës, Gjata, Gruda vazhdim loje. Shabanaj kalon topin, Ramo e vëmendshme, Saini përsëri ka marrë Gjatën mbrapa shpinës së vet. E ka marrë pikën këtë herë Gjata. Njihet Gjata për këto sulme në trehapsh mbrapa shpinës së organizatorës. 7 Dinamo, 11 Pogradeci. Ka kaluar në shërbim Fasuleva me numrin 7 për Pogradeci. Blevins, Gruda në pas. Zydlo e ka marrë Zydlo pikën në këtë dy luftim të parë ndërmjet dy qendrave. Ka qenë Gjata aty për Pogradecin, nuk ka rin të përballoj Zydlon. Fitohet nga Zydlo dy luftimi i parë i qendrave. Shabanaj në shërbim. Seal, Saini në pas. Seal ngecje mbrapa bllokut. Ka gabuar Shabanaj, e ka prekur topin, po nuk ka arrin të rikthej në fush. Vjen pika e 12 për Pogradecin. 8 Dinamo, 12 Pogradeci. Kanë nga 3 lojtare të huaja në fush të 2 ekipet. Për Dinamon janë 3 amerikanet, Sukov, Zydlo dhe Blevins. Ndërsa për Pogradecin janë Saini me numrin 19, Seal me numrin 9 dhe Fasuleva me numrin 7. Kaludra luan si shqiptare. Në fakt nënën e ka shqiptare, ka qenë ish lojtare e ekipit Dinamos. Këtë herë vajza e saj luan përballë Dinamos. E ka marrë pikën Seal. 9 Dinamo, 13 Pogradeci. Ka kaluar në shërbim tani numri 19 i Pogradecit, Marcela Saini. Blevins, Sukov në pas. Blevins mbrojt Fasuleva, Saini në pas. Seal fort, është kapur në blok nga Gruda dhe Zydlo. E ka marrë pikën Dinamo në këtë blok.
10 Dinamo, 13 Pogradeci. E nisi mirë Pogradeci, e ka udhëhequr setin deri tani, ndiqet nga Dinamo, diferenca është 3 pikë. Zydlo, Seal pret për Pogradecin, Saini, Seal, Zydlo e vëmendshme, kalon topi në krahun e Pogradecit përsëri, Saini, Seal fort. E ka marrë pikën Seal në këtë sulm nga pozicioni 2. Na u lodh goja me emra të huajash. Sukov, Gruda, Gjysja e ka marrë pikën Gjysja. Ja më në fund edhe një shqiptare e merr pikën për Dinamo. Ka kaluar në shërbim Gruda me numrin 19. Shahu mbrojt mirë, Saini, Fasuleva, Lapa mbrojt mirë, Gruda, Blevins fort. Është kapur në blok Blevins nga Kaludra. Edhe Ramo. 11 Dinamo, 15 Pogradeci. Fasuleva, jo ka qenë Kaludra në shërbim, Lapa mbrojt mirë, Shabanaj, nuk ka rin Kaludra, megjithse Fasuleva e ka ndjekur aksionin deri në limitet e fushës, nuk ka rin ta kthej. Vjen pika e 12 për Dinamo. Vazhdon kjo diferencë lehtë me 2, 3, 4 pikë nga Pogradeci deri tani. Të shohim si do shkojë ky set. Blevins në shërbim. Ka gabuar Blevins në shërbim, i dhuron pikën e 16. Në shërbim e Ramo për ekipin e Pogradecit. Lapa, Gruda në pas, në krahun tjetër mbrapa shpinës, Shabanaj, mbrojt mirë Saini, Fasuleva, Sulmon, Lapa mbrojt mirë, Gruda në pas, Sukov, e ka marrë pikën Sukov. Nuk ka rin Seal me numrin 9 të mbrojt nga ky sulm i fort i amerikanes Sukov. 13 Dinamo, 16 Pogradeci. Në shërbim ka kaluar Gjyshja, një nga qendrat e Dinamos. Kujtojmë që qendra tjetër është amerikania Zydlo. Seal, Saini, sakt, ngecje. E ka marrë pikën Saini me këtë ngecje në qendër të mbrojtjes së Dinamos. Asnjë nga vajzat e Dinamos nuk ishte vëmendshme aty. Në shërbim Fasuleva me numrin 7. Ana Fasuleva, lojtare kjo që ka lozur edhe me ekipin e Skënderbeut, e njeh mirë kampionatin shqiptar. Gruda, Zydlo, qa sulm i bukur. Është marrë vesh mirë Gruda dhe Zydlo, kërcen Gruda, pason brapa shpinës në qendër, Zydlo e ndjek e merr pikën. Në shërbim ka kaluar Shabanaj me numrin 16 për Dinamon. Ka gabuar Shabanaj, jashtë shërbimi i saj, i dhuron pikën e 18 Pogradecit. Shumë gabime nga Dinamo në këtë set të parë, i ka falur shumë pikë Pogradecit në gjykimin tim. Në shërbim gjata me numrin 1 për Pogradecin. Sukov, Gruda në vështirësi, Sukov, Sulmon, e ka marrë pikën Sukov në këtë sulm nga vija e dytë. Nuk ka rin Fasuleva të mbrohet atje në pozicionin 6. 15 Dinamo, 18 Pogradec. Ka kaluar në shërbim Sukov me numrin 3. Fasuleva në vështirësi, Saini, Seal, Blevins, Lapa, tek Shabanaj në pozicionin tjetër. Fasuleva mbrohet mirë, Zydlo, edhe njerë Fasuleva, Saini, Kalim, Lapa e vëmendshme, Gruda në pas, Zydlo mbrapa shpinës.
Nuk arrin Shahu aty me gjithë përpjekjen e madhe që ka bërë mbrapa bllokut, e ka kapur në momentin e parë topin, nuk ka vazhdim nga vajzat e Pogradecit. Vjen pika e 16 për Dinamon. Afrohet Dinamo me 2 pikë. Sukov në shërbim. Shahu në vështirësi, Saini. Seal ngecje mbrapa bllokut, Shabanaj e vëmendshme, Zydlo në krahun tjetër, Blevinc. Ka gabuar Blevinc, gjuajtja e saj në rrjet. I dhuron pikën e 19 ekipit Pogradecit. Disa gabime nga Blevinc në këtë sekt të parë. Në shërbim Saini me numrin 19. Blevinc, Gruda në pas, Zydlo. Qa pike. Nuk arrin Saini të mbrohet atje në këtë sulm mbrapa shpinës organizatores Gruda. Ka lëvizur mirë Zydlo në këtë 3 hapsh. E ka marrë pikën. 17 Dinamo, 19 Pogradec. Ka kaluar në shërbim tani Zydlo. E ka marrë Zydlo pikën. E ka marrë pikën. Nuk është marrë vesh atje Ramo me numrin 11 edhe Fasuleva me numrin 7. Detyron trajnerin e ekipit të Pogradecit, Besnik Lisha, të kërkoj urgjentisht pushim. Me 1 pikë diferenca në këto momente. E ka nisur mirë Pogradeci. E ka udhëhequr setin vazhdimisht me 3, 4, 5 pikë. Është afruar Dinamo me 1 pikë tani. Moment delikat ky në këtë set të parë. Të shohim. I duhet Dinamos fitoria në këtë ndeshje. Ka një luftë në tabelën e klasifikimit ndërmjet vendit 4 dhe vendit 7. Pogradeci është në vend të 4 me 15 pikë, ndiqet nga Dinamo me 12 pikë. Vllaznia 11 pikë, Teuta 11 pikë. Tot 4 ekipet do të luftojnë në këto 2 javë të fundit. Zydlo, Fasuleva, Saini, Seal. E ka marrë pikën Seal në këtë sulm nga pozicioni 2. Vjen pika e 20 për Pogradecin. 18 Dinamo, 20 Pogradeci. Ka kaluar në shërbim tani Seal, Shonte Seal. Sukov sakt, Gruda në pas, Gjyshja. Saini. Ka gabuar organizatoria e Pogradecit, faul në pas. I dhuron pikën e 19 Dinamos. 19 Dinamo, 20 Pogradeci. Janë të vëmendshme të 2 ekipet në këtë set të parë. Mundohen të kontrollojnë lojën. Gruda në shërbim. Seal nga vjet dytë, mbrohet mirë Sukov, Gruda në pas, Shabanaj. Mbrohet mirë Saini, ka kaluar Shahu në pas, Ramo, sulmon, mbrohet mirë Sukov, Gruda në pas, Blevinc. Nuk arrin Blevinc të marrë pikën. Nëntëmbëdhjetë 21. Ndrim për ekipin e Dinamos. Largohet Blevinc, ka gabuar shumë në këtë set të parë. Në lojë Lama me numrin 6. Ka kaluar në shërbim Kalludra tani me numrin 3. Sukov sakt, Gruda në pas, Shabanaj. Prekje. Prekje bloku aty është dhënë nga gjyqtarët e takimit. Pika i kalon në Dinamos. Nuk janë dakord stafi i Pogradecit. Megjithatë loja vazhdon. Në shërbim ka kaluar Lama me numrin 6 për Dinamon. Fasuleva, Ramo në vështirësi. Lama mbrohet mirë, Gruda, Shabanaj. Gjyshja, kalim topi nga Lapa, Seal. Ka gabuar organizatoria Zhaulakova për Pogradecin. Është bërë vendrim për Pogradecin, është larguar
Organizatorja Saini me numrin 19, në lojë është Zhaulakova me numrin 13. Barazohet rezultati 21-21. Lama me numrin 6 për Dinamon, vazhdon shërbimin. Seal, Zhaulakova, Fasuleva, shkapu në blok. Ka gabuar Fasuleva aty, prekje rjete. Vjen pushimi i dytë i kërkuar nga trajneri i ekipit të Pogradecit, Besnik Lisha. Ka kaluar përpara Dinamo për herë të parë në këtë set të parë të takimit. 22 Dinamo, 21 Pogradeci. Të shohim. Janë i kthyer në parket vajzat pas këtij pushimit të dytë. Në lojë për Pogradecin janë Gjata, Ramo, Fasuleva, Zhaulakova me numrin 13, Seal me numrin 9 dhe Shahu. Për Dinamo në lojë janë Gjyshja, Shabanaj, Sukov, Gruda, Lapa, Lama. Vazhdon Lama në shërbim me numrin 6 për Dinamo. Mos, ka gabuar Lama. I dhuron pikën e 22. Barazohet rezultati 22-22. Në shërbim Ramo me numrin 11 për ekipin e Pogradecit. Të shohim. Lapa, Gruda në pas, Shabanaj në krahun tjetër, mbrojtet mirë Seal, Zhauk. Është kapur në blok nga Dinamo, vazhdim loje. Ka gabuar atje Shau, mos gaboj. Ka kërcyer dhe ka kaluar topin mirë jetë. Në gjykimin tim është libero Shau. Nuk i lejohet në bazë të rregullores. Ka kaluar përpara Dinamo. Në shërbim Gjyshja me numrin 2. Shau. Ka marrë Gjatën brapa shpinës së vet. Është kapur në blok aty nga Zydlo dhe Sukov. Vjen pika e 24 për ekipin e Dinamos. 24 Dinamo, 22 Pogradeci. Pika e fundit për këtë set, të shohim, do ta mbylli Gjyshja setin. Ka gabuar Gjyshja në shërbim, i dhuron pikën e 23 Pogradecit. –24 Dinamo, 23 Pogradeci. Në shërbim Fasuleva me numrin 7. Pushimi i kërkuar nga trajneri Dinamos, Michelangelo Maggialetti. I vëmendshëm gjyqtari Henri Zenullarin atë vendim që dha për atë gabim që bëri libero e Pogradecit. Janë kthyer në parket vajzat e të dy ekipeve. Në shërbim Fasuleva me numrin 7. Është pika e fundit, të shohim. 24 Dinamo, 23 Pogradeci. Lama, Gruda në pas, Sukov, fort. Gruda mbrohet në këtë kalim topi, Lapa në krahun tjetër tek Sukov. Fasuleva mbrohet mirë, Shahu, Seal, Sulmon. Lapa mbrohet mirë, Gruda në pas, të shohim, Sukov. Fasuleva mbrohet, Seal. Edhe njerë Sukov mbrohet mirë, Gruda. Duhet ta marrë pikën tani Sukov. E ka marrë Sukov. Pikën e ka marrë Dinamo, pikën e 25. Mbyllet ky set i parë i takimit me fitoren e Dinamos 25-23. E ka udhëhequr Pogradeci gjithë setin deri te pika e 19. Ka qenë përpara me 2, 3, 4 pikë. Aty është bërë ndryshimi, është rikthyer në lojë Dinamo.
ka qenë më i sakt në veprimet Dinamo pas pikës 18-19. E ka barazuar rezultatin, e ka marrë setin 25-23. Loren. Emma, allora Emma, allora grande. Loren. Jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark në Tiranë. Ndeshja e javës 13, kampionati kombëtar i volejbollit, kategoria superiore. Kujtojmë që dje është zhvilluar ndeshja ndërmjet Tiranës dhe Balletit, ka fituar Tirana me rezultatin 3-0. Kjo është ndeshja e dytë e kësaj jave. Luhet po sot ndeshja Partizani Skënderbeu dhe nesër luhet dueli tjetër për renditjen e vendit 5-6-7 ndërmjet Teutës dhe Vllaznis. Kujtojmë që Pogradeci është i 4-ti me 15 pikë, ndiqet nga Dinamo me 12 pikë, Vllaznia 11, Teuta 11, Balleti 3 pikë në fund të tabelës. Balleti ka dalë nga Superioria. Në vitin tjetër do të luajë në kategorinë e parë. Një nga ekipet që do të ngjitet i pari në kategorinë e parë ndërmjet Korabit dhe Lushit do të ngjitet në superiore. Seal e ka marrë pikën në këtë sulm të fortë nga pozicioni 4. Në shërbim gjata me numrin 1 për Pogradecin. Sukov, Gruda. Ka gabuar Gruda aty. Edhe Gjysjanu ka arrin ta kaloj topin. Vjen pika e dytë për Pogradecin. Gjata në shërbim për numrin 1 vazhdon. Me numrin 1 Sukov, Gruda. Shabanaj fort nga pozicioni 2 e ka marrë pikën. Nuk arrin bloku 2 atje i Kalludrës dhe i Seal të mposhtin gjiganden e Dinamos Shabanaj. Ka kaluar në shërbim Gjysja me numrin 2 për Dinamo. Ara Seal ngecje mbrapa blokut e vëmendsh me Zydlo, Gruda në krahun tjetër, Sukov është kapur në blok, Gruda dhe njerë tek Shabanaj, Zhaulakova, Nensi Shau, mbrohet Gruda për Dinamon, Gjysja, Sukov, disa vazhdime loje, në vijën e dytë, Gruda mbrohet përsëri për Dinamon, Gjysja, Zydlo, Kalim, Shau, Kalludra, është kapur mbrojtja, Zydlo mbrapa blokut, e ka marrë Zydlo pikën mes Gjuarsi, e ka ngecur topin mbrapa blokut Zhaukalovës. Me 2 rezultati, Gjysja në shërbim, Zhaukalova, Seal, sulmon fort,
Nuk arrin Gruda të mbrohet aty. Vjen pika e tretë për Pogradecin. Ka kaluar në shërbim numri 13 Zhaulakova për ekipin e Pogradecit. Sukov, Gruda në pas, Sukov Sulmon, mbrohet Seal, Zhaukalova, Seal, jashtë. Jashtë ky sulmi i Pogradecit nga pozicioni 4. E ka ullur kokën libero Lapa në këtë diagonale dhe gjatë. Ka përfunduar topi jashtë. 3-3 rezultati. Në shërbim Shabanaj. Shau, Seal, sulmon nga pozicioni tjetër. Gruda. Gabon Gruda aty. I dhuron pikën e 4 të ekipit Pogradecit. 3 Dinamo, 4 Pogradec. Në shërbim Seal me numrin 9 për Pogradecin. Ka gabuar Seal. Barazohet rezultati 4-4. Në shërbim njëra nga amerikanet e Dinamo, Sukov me numrin 3. Ka gabuar Aoki në këtë sulm mbrapa shpinës organizatores Zhaulakova. I dhuron pikën e 5 të ekipit Dinamos. Sukov në shërbim i let. Zhaulakova, Ramo sulmon. Ka gabuar edhe Ramo. Gjuajtja e saj në rjet. Ka qenë një sulm nga pozicioni 4. I dhuron pikën e 6 të ekipit Dinamos. Detyron trajnerin e ekipit të Pogradecit, Besnik Lisha, të kërkoj urgjentisht pushim. Janë i kthyer në parket të vajzat e dy ekipeve. Në shërbim Sukov me numrin 3 për Dinamon. Ka Ludra, Zhaulakova, Ramo, Lapa, Gruda në pas, Zydlo, është kapur, Ramo, ka qenë Shau, Ramo sulmon tani përsëri. Blok, kalim topi nga Gruda. Zhaulakova. Ka sulmuar Pogradeci nga pozicioni 2. Nuk arrin Shabanaj të mbrohet atje. Nuk ishte pozicionuar edhe mirë Shabanaj. Duhet ishte në diagonalin e shkurtër. Vjen pika e 6 e 5 për Pogradecin. Dinamo 6, Pogradeci 5. Lapa, Gruda në pas. Blevins, sulmon fort, mbrohet ka Ludra. Aoki.
Blevins, Shabanaj. Blevins kalon topin për Dinamon, Aoki, Zhaulakova, Gjata. E ka marrë pikën Gjata. Ka kaluar për para Pogradeci. Për herë të parë në këtë set, 7 Dinamo, 8 Pogradeci. Në shërbim Aoki me numrin 5, Bruna Aoki për Pogradecin. Blevins, Gruda në pas. Sukov, fort, sulmon nga vija e dytë. Sukov është marrë vesh mirë me Grudën. E merë këtë pikë Sukov. Është lojtare universale. Sukov mbrohet mirë, sulmon nga të gjitha akrat. Është një nga tre amerikanet e ardhura si përforcim për Dinamo në këtë sezon. Gruda në shërbim për Dinamo, Aoki, Zhaulakova, Ramo. Kalim topi nga vajzat e Pogradecit, Shabanaj. Gruda në pas, Shabanaj në krahun tjetër. E ka marrë pikën Shabanaj. Nuk arrin atje bloku dyshi i Gjatës edhe i Ramos. Vazhdon Gruda shërbimin për Dinamo. Aoki, Seal e kthen topin, Ramo kalim topi, Lapa sak, Gruda, Blevins, Shaho, Gece mbrapa blokut, Shabanaj vëmendshme, Gruda, Blevins, Shahu mbrohet mirë, Ramo e ka marrë pikën Ramo. Barazohet rezultati 9-9 për sëri. Ramo në shërbim për Pogradecin. Sukov, Gruda në pas, Shabanaj, fort, Aoki mbrohet mbrapa blokut, Zhaulakova. Sukov e ka marrë pikën Gjyshja. Kalon për para Dinamo 10, Pogradeci 9. Në shërbim Blevins me numrin 21 për Dinamon. Po qa bën kjo? E ka humbur shërbimi Blevins, barazohet rezultati 10-10. Gjata me numrin 1 në shërbim. Lapa, Gruda në pas, Sukov fort, Lapa mbrohet mirë. Gjata në krahun tjetër, Seal. Sukov, Seal mbrohet, Zhaulakova ngecje. Blevins, Sukov. Nuk arrin Sukov. Gjuajtja e saj në rjet. Kalon për para Pogradeci me 1 pikë. Lapa, Gruda, Sukov, mbrohet mirë Gjata aty, Zhaulakova, Seal. Është qarë bloku i Dinamos, ka qenë gjyshja atje në blok me Shabanajn. 10 Dinamo, 12 Pogradeci. Vazhdon shërbimi Gjata me numrin 1 për Pogradeci. Lapa, Shabanaj, Sukov, Gjata mbrohet, Zhaulakova, Seal, Gruda. Nuk arrin Gruda mbrapa blokut të rikthej topin. 13 Pogradeci. 10 Dinamo, 13 Pogradeci. Gjata, Lapa mbrohet, Gruda, Shabanaj në krahun tjetër.
E ka marrë pikën. Njëmbëdhjetë Dinamo, 13 Pogradeci. Në shërbim ka kaluar Gjyshja me numrin 2. Aoki, Zhaulakova, Seal, Fort. Gruda, mbrapa blokut, nuk arrin ta presi topin. Vjen pika e 14 për Pogradecin. Në fakt e ka pretur Gruda, por topi ka ikur jashtë. 11 Dinamo, 14 Pogradeci. Në shërbim Zhaulakova. Blevins, Gruda në pas, Zydlo. E ka marrë pikën Zydlo. Ka tentuar, është nisur për një sulm të fort, ka parë blokun 2 atje të Aokit dhe Kaludrës. E ka ngecur topin me zgjuarësi, e ka marrë pikën. Është një nga lojtaret më rezultative Zydlo për Dinamon. Shabanaj, Zhaulakova, Aoki. Ndrim për Pogradecin aty, largohet Seal me numrin 9, në loj Nako me numrin 17. Është dhënë prekje bloku nga ana e gjyqtarit kryesor Endri Zenullari, pika i ka kaluar Pogradecit. Nako në shërbim për Pogradecin. Lapa, Gruda, Sukov, Fort, blokout. Nuk arrin atje Kaludra dhe Aoki në blok 2 të mbyllin Sukov. Me zgjuarësinë e saj ka tentuar një gjuatje në vit të drejt. Blokout. Ka kaluar në shërbim tani Sukov me numrin 3. Aoki. Gabon Aoki. Gabon Aoki. E vëmendshme dhe Zydlo e ka ngecur topin. Vjen pika e 14 për Dinamo. Gati Sukov për shërbimin. Fasuleva, Zhaulakova, Aoki. Jashtë sulmi Aokit. Barazohet rezultati 15-15. Vazhdon shërbimin Sukov me numrin 3. Aoki, Zhaulakova, në krahun tjetër të Fasuleva. E ka mbyllur atje bloku 2 i Zydlos dhe i Grudës, Fasulevën. E ka marrë pikën Dinamo. Shaho, Zhaulakova, Fasuleva në vështirësi. E kthen bloku, Shaho dhe njerë, Aoki, Sukov, Blevins, Aoki, Zhaulakova për Fasulevën, përsëri kapet në blok, Zhaulakova, Zydlo, mbrojt mira, mbrojt dhe njerë Sukov, Gruda në pas, Blevins, Fort, Shaho, Zhaulakova e shtyn të Fasuleva, Zuk, kalim topi, disa aksione resht, Fasuleva, diagonalen e shkurtër, Fasuleva këtë herë e ka marrë pikën. Nuk është pozicionuar mirë atje Lapa, priste një diagonale të gjatë, të fort. Fasuleva e ka sulmuar topin let në diagonalen e shkurtër e ka marrë pikën.
Barazohet rezultati 16-16. Lojë e bukur në këto momente nga të dy ekipet. Blevins, Gruda në pas, Zydlo, jashtë. Jo. Pika për Pogradeci në shkapur në blok Zydlo. Kaludra me numrin 3 në shërbim për Pogradeci. Sukov, Gruda, e ka marrë pikën Gruda me këtë ngjecje direkt. Barazohet rezultati 17-17. Zydlo në shërbim. Fasuleva Sulmon, Zydlo mbrohet, Gruda në pas, vjen e dytë Sukov, e ka marrë pikën Sukov. Është prekur topi në blok nga Gjata, po nuk ka vazhdim loja atje nga numri 17 Nako. Topi bie në parket, vjen pika e 18 për Dinamon. Në shërbim Zydlo me numrin 1 për Dinamo. Aoki, Zhaulakova nuk ka arrin të kthej topin. Kalon për para Dinamo me 2 pik. Detyron në trajnerin e Pogradecit Besnik Lisha të kërkoj edhe një herë pushim. Jemi në transmetim live nga Pallati i Sportit Fark në Tiranë. Ndeshja Dinamo Pogradeci. Në orën 5 luhet edhe ndeshja tjetër e kësaj jave ndërmjet Partizanit dhe Skënderbeut në Pallatin e Sportit Aslan Rusi. Janë 3 sallat certifikuara nga Federata Shqiptare e Voleybollit për zhvillimin e ndeshjeve në Tiranë. Është Pallati i Sportit Aslan Rusi, salla qendrore. Është Pallati i Sportit Pallati i Sportit Feti Borova dhe Pallati i Sportit Fark. Ka gabuar atje Aoki, prekje rjetën në këtë sulm nga pozicioni 4, i ka kaluar pika Dinamos. 20 Dinamo, 17 Pogradeci. Zydlo në shërbim Nako, jo, ka qenë Fasuleva. Shahu, këthen topi Fasuleva, Kalim, Gjyshja, Gruda në pas, Blevins, Fort, Fasuleva mbrohet, Gjyshja, Gruda, Shabanaj nga vjet dytë, Nako mbrohet, Fasuleva. Jashtë ky sulmi Fasulevës, jashtë Antene ka tentuar një gjuajtje në vitë drejt. Nuk ja ka arritur. Topi ka shkuar tek trajneri i ekipit të Dinamos, Michelangelo Maggialetti. 21 Dinamo, 17 Pogradeci. Ndrim për ekipin e Dinamos, Pogradeci largohet Nako dhe Fasuleva, në lojë janë Seal dhe Ramo. Zydlo për Dinamo në shërbim, Seal, Zhaulakova, Aoki ngecje mbrapa bllokut, Gjyshja, Sukov, Zhaulakova mbrohet Gjata, Aoki, Shabanaj, Gruda, Blevins, Fort, Zhaulakova, Seal, Aoki ngecje mbrapa bllokut, Gruda e vëmendshme, Zydlo në pas, Blevins, Fort, ka gabuar Blevins, gjuajtja e saj jashtë, shumë jashtë. I dhuron pikën e 18 ekipit të Pogradecit. Në shërbim Aoki me numrin 5 për ekipin e Pogradecit.
Lapa, Gruda, Blevins fort, Seal mbrohet, Zhaulakova, Ramo në krahun tjetër, Lapa, Shabanaj, Blevins, Seal, Zhaulakova përsëri në krahun tjetër te Aoki. Jashtë Aoki, ka gabuar. Ka gabuar Aoki. Duket se është lodhur Aoki, shohim shenja lodhje. (22) Dinamo, 18 Pogradeci. Gruda në shërbim për Dinamon. Aoki, Zhaulakova, ngjecje, Gruda e vëmendshme. Sukov kthen topin, Blevins, kalim, Aoki, Zhaulakova, Gjata. Nuk arrin Gruda atje në këtë diagonale të fort të qendrës së Pogradecit. Gjata ka sulmuar nga pozicioni 4 Gjata. 22-19 rezultati. Në shërbim Ramo. Në shërbim Ramo. Sukov, Gruda, Shabanaj, Shau mbrohet, Zhaulakova në krahun tjetër tek Seal, Sukov mbrohet mirë, Gruda në krahun tjetër. (22-20) Ka gabuar Blevins. Ramo në shërbim për Pogradecin. Lapa. Ka gabuar Seal aty. Ka qenë një tentativë e Grudës për të pasuar, ka kërcyer. Topi ka qenë në fushën e Dinamos. E ka shqetësuar Seal me duart e saj. I vëmendshëm gjyktari kryesor Endri Zenullari e ka kaluar pikën Dinamos. 23 Dinamo, 20 Pogradeci. Protestojnë vajzat e Pogradecit tashi. Ka qenë kapitenia Shau aty, Blevins, Shau mbrohet, Zhaulakova, Seal. Nuk arrin bloku dyshi Shabanaj dhe i gjyshes. Vjen pika e 21 për Pogradeci. 23-21. Në shërbim Gjata me numrin 1 për Pogradeci. Lapa, Gruda në pas, Sukov. E ka marrë pikën Sukov. Një gjuatje fort në vit të drejt, nuk arrin atje Zhaulakova të mbylli vijën e drejt. Vjen pika e 24 për Dinamo, 24-21, pika e fundit. Gjyshja në shërbim me numrin 2. Seal, Zhaulakova e kthen tek Seal. Ka gabuar Blevins atje. Është vlerësuar si ngritje e topi. Prekja e dytë e saj. I ka kaluar pika Pogradecit. 24 Dinamo, 22 Pogradec. Në shërbim Zhaulakova me numrin 13. Sukov, Gruda në pas, Zydlo, Shau mbrohet mirë, Zhaulakova, Seal, Lapa, Blevins. Lapa e kalon topin në fushën e Pogradecit, të shohim. Pogradeci organizohet, Seal fort. Kërcen mbi blok Seal, e ka marrë pikën. 24-23. I kishte mundësi Dinamo ta mbyllte setin pak më shpejt. Pushimi i kërkuar nga trajneri i Dinamos, Michelangelo Magjaletti. Rezultati 24 Dinamo, 23 Pogradeci. Të shohim.
Janë rikthyer në parket vajzat e të dy ekipeve. Për Dinamo në lojë janë Shabanaj, Gruda, Zydlo, Sukov, Blevins, Gjyshja dhe Libero Lapa. Për Pogradecin janë Seal, Aoki, Kaludra, Shau, Ramo dhe Zhau Lakova. Lapa, Gruda. Përsëri ka gabuar një nga vajzat e Pogradecit, është shqetësuar organizatorja Gruda atje në tentativë për të pasuar. Ka futur duart një nga sulmueset e Pogradecit, i ka prekur dorën, është vlerësuar sakt gabim. Ky veprim i ka kaluar pika Dinamos. Kundërshtimi aty nga Kaludra edhe Zhaulakova. Nuk e kuptoj. Normalisht është kapitenja e ekipit të Pogradecit që duhet të jetë aty për të reaguar. Mbyllet dhe seti i dytë me fitoren e Dinamos, 25-23, njësoj si seti i parë. 2 sete të fituara nga Dinamo, 1 pikë e marrë deri tani. 13 pikë Dinamo në renditje. Ka reagime aty edhe nga zëvendës trajneri Sajmir Dragoj tek Angelo Brokaj, i kërkon sqarime. Ka marrë dhe karton të verë dhe një nga lojtarët e Pogradecit, është Zhau Lakova me numrin 13 për protesta. Jemi gati për të nisur seti i tretë i takimit. Jemi në transmetim live në faqen Facebook Klubi i Voleybollit Dinamo. Bëjmë dhe pak reklam. Akademia Klub Voleyboll Dinamo, ndër të vetmet akademi në vend që zhvillon stërvitje për të gjitha grup moshat e vajzave. Stërvitjet zhvillohen çdo ditë pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës në 2 salla sportive, staf i përkushtuar, bazë materiale moderne, bashkëkohore. Eja edhe ti pranë Akademisë Klub Voleyboll Dinamo, sepse këtej dalin kampionet e së ardhmes në sport dhe në jetë. Akademia Klub Voleyboll Dinamo ndër të vetmet në vend gjithashtu që merr pjesë në kampionatin kombëtar të voleybollit me të gjitha grup moshat. Merr pjesë në kategorinë superiore, për grup moshën U20 kryeson grupin deri në këto momente, edhe për grup moshën U18 kryeson grupin. Për grup moshën U16 është kualifikuar në 8 ekipet më të mira në vend. Priten trofe nga Dinamo në këtë vit, nga të gjitha grup mosha, të shohim. Kartoni kuq edhe për Zhau Lakovën për protesta. Gati për të nisur seti i tretë i takimit. Në lojë për Dinamon janë Shabanaj, Blevins, Sukov, Gruda, Zydlo, Gjyshja dhe Lapa. Për Pogradecin në lojë janë Ramo, Aoki, Kaludra, Zhau Lakova, Gjata, Seal dhe Libero Nensi Shau, që është dhe kapiten e ekipit. E ka nisur setin Shabanaj me shërbim, Aoki, Zhau Lakova, Gjyshja. Sulmon fort Gjyshja në vitë drejt nga pozicioni 2, e ka marrë pikën. Gjyshja them Gjata, më falni, Pogradecin. Lapa, Gruda, Suko fort, blokout.
Nuk arrin atje Kalludra dhe Zhaulakova. Kalludra është lojtare e qendrës, Zhaulakova organizatorja, nuk ka shtalartësinë e dur për të mbyllur sulmet në vit të drejtë. E shfrytëzon Dinamo këtë moment. 2 Dinamo, 1 Pogradeci. Ai kartoni kuq i Zhaulakovës ka kalësh pikë për Dinamon. Llapa, Gruda, Sukov nga vije dytë, Zhaulakova, Ramo kalon topin, Gjyshja, Shabanaj në fakt ka qenë, Gruda, Shau, Seal, sulmon fort, nuk arrin Sukov të mbrohet mbrapa bllokut, barazohet rezultati 2-2. Ka kaluar topin Gruda, aty e ka marrë pikën. 3-2. Në shërbim Zydlo me numrin 1. Aoki pret topin, Zhaulakova, Seal është kapur në blok, Zydlo e vëmendshme. Gruda, Sukov, mbrohet mirë Shau, Zhaulakova, Seal, ka qenë Aoki në fakt në këtë sulm nga pozicioni 4, është kapur në blok Aoki, vjen pika e 4 për Dinamon. Zydlo në shërbim. Seal, Zhaulakova, Aoki kalon topin, Zydlo, Blevins fort, diagonalen e gjatë, nuk arrin Shau atje. Vjen pika e 5 për Dinamon. Pes Dinamo, 2 Pogradeci. Zydlo, Shau, jashtë, 6 Dinamo, 2 Pogradeci. Pushim i pari kërkuar nga trajneri i Pogradecit Besnik Lisha. I duhet Dinamos kjo fitore. Shkon e sigurt, ka më shumë siguri pas kësaj fitore në ndeshjen e fundit që zhvillon në Shkodër. Kujtojmë që për momentin Pogradeci ka 15 pikë, Dinamo 12 pikë, 11 Vllaznia, 11 Teuta. Në rast fitore nga Dinamo, me rezultat 3-0 ose 3-1, barazohet Pogradeci dhe Dinamo me 15 pikë. Pogradeci ndeshjen e fundit luan në Pogradec me Partizanin. Dinamo shkon në Shkodër. Teuta luan me Barletin në javën e fundit. Nga këto 2 javë do të vendoset vendi 5 deri në vendin e 7 nga rezultatet e kësaj jave. Zydlo në shërbim për Dinamo, shërbimi lehtë, Seal, Zhaulakova, Seal në krahun tjetër, është kapur në blok, Zydlo, Gruda, Gjyshja, e ka marrë pikën Gjyshja, ja ka kërkuar topin Grudës. Ndrim për ekipin e Pogradecit, largohet Zhaulakova në lojë Saini. Largohet edhe Ramo me numrin 11, në lojë Nako me numrin 17. Fair play aty nga trajneri i ekipit të Pogradecit Besnik Lisha me gjyqtarin Angelo Brogaj. 7 Dinamo, 2 Pogradeci. Aoki, Seal, Aoki sulmon, Sukov mbrohet mirë, Gruda, Blevins, e ka marrë pikën Blevins.
Vjen pika e 8 për Dinamon. 8-2. Zydlo vazhdon shërbimin. Seal, gjyshja e vëmendshme, gjyshja në këtë kalim topi nga vajzat e Pogradecit, e ka ngesur topin në pozicionin 4, asnjë nga vajzat e Pogradecit aty. Vjen pika e 9 për Dinamon. 9-2. E ka nisur mirë Dinamo këtë set të tretë, të shohim. Zydlo në shërbim. Ka shënuar Zydlo direkt nga shërbimi. I duen Dinamo stopik. Detyron trajnerin e Pogradecit Besnik Lisha të marri urgjentisht pushimin. Vjen në këtë ndeshje Dinamo e kompletuar në përbërje prej 14 lojtaresh. Është kujdesur mjaft mirë stafi teknik i Dinamos. Kryetrajner Michelangelo Maggialetti, asistent Naim Limanaj, Kliton Dodaj, paruar edhe drejtorin teknik profesor Altin Martirin. Të gjitha pozicionet janë dubluar mjaft mirë. Ka lojtare Dinamo për çdo pozicion. 3 lojtare për çdo pozicion, është luks. Ka 3 qendra. 3 lojtare 4. Është kapur, ka kapur gjyshja Kalludrën, Seal, Nget, Sulmon, Shabanaj, Gruda, gjyshja. Jashtë bloku dyshi Kalludrës dhe Jaokit. Vjen pika e 11 për ekipin e Dinamos. Ndrim për ekipin e Pogradecit. Largohet Seal në lojë Fasuleva. Disa ndrime nga trajneri i ekipit të Pogradecit Besnik Lisha. Kërkon ti uli vrullin Dinamos. Të shohim. Vazhdon Zydlo shërbimin, Aoki. Ka gabuar dhe Aoki në pritjen e topit të parë. Shumë shërbimi mirë nga Zydlo. Ka dhe vazhdim në shërbim Zydlo. Ka grind Zydlo, një nga 3 lojtarët amerikane. Ka grind, argëtohet. Fasuleva. E pavëmendshme këtë herë, gjyshja e ka ngecur topin herën e parë, herën e dytë e kanë kaluar topin vajzat e Pogradecit, e kanë marrë pikën 12 me 3 rezultati. Ka sulmuar direkt Nako në këtë kalim topi nga vajzat e Dinamos, e ka marrë pikën 12 Pogradeci, 12 Dinamo, 4 Pogradeci, seti 3 i takimit. Në shërbim ka kaluar Fasuleva në numrin 7, Gruda në pas, Blevins fort, jashtë diagonalja e shkurtër dhe Blevins. Sakt është vlerësuar nga gjyqtari Endri Zenullari. Vjen pika e 5 për Pogradecin. Ka gabuar Fasuleva në shërbim, i dhuron pikën e 13 ekipit Dinamos. Ka kaluar në shërbim Gruda për Dinamon me numrin 19. Aoki, kalim topi në fushën kundërshtare. Jo, Gruda e vëmendshme, Lapa, afërjete. Ka ngecur topi aty në fushën e Pogradecit.
Ka qenë një dy luftim në ajër ndërmjet Shabanajt edhe Nakos. Shabanaj e ka lënë topin. Ka kaluar në fushën e Pogradeci, ka rënë në parket. Vjen pika e 14 për Dinamo. Aoki, Saini, ja. Ramo ka qenë kalludra në këtë sulm mbrapa shpinës. Vjen pika e 6 për Pogradecin. 14 Dinamo, 6 Pogradeci. Kalludra në shërbim me numrin 3. Levins, Gruda në pas. Shabanaj fort. Nuk ka rinë kalludra atje të mbrohet në këtë vjen pika e 15 për Dinamo. Avash, Lori. Në shërbim Blevins, Gjata, Saini, Ramo, Blevins brohet, Gruda në pas, Shabanaj. E ka marrë pikën Shabanaj në këtë sulm nga pozicioni 2. Dinamo, 6 Pogradeci. Duket se është dozuar Pogradeci, nuk ka forca, të shohim. Shahu, Saini, Ngecje, Gruda e vëmendshme, llapa në pas tek Shabanaj, e merr Shabanaj pikën. Këtë herë ka sulmuar në vitë drejt. Nuk arrin atje bloku 2 i Ramos edhe i Gjatës. Vjen pika e 17 për Dinamon. Ka gabuar Blevins në shërbim. Shërbimi sa jashtë. I dhuron pikën e 7 ekipit të Pogradecit. Aoki në shërbim. Llapa, Gruda në pas. Gjyshja, Saini, Ngecje, e vëmendshme Gjyshja. Shahu, Ramo në vitë drejt. Nuk e ka mbyllur vijën e drejt aty bloku 2 i Shabanaj dhe i Gjyshes. Prisin një diagonalet e gjatë. Aoki në shërbim për Pogradecin. Llapa, Gruda në pas. Sukov. Është kapur në blok Sukov. Vjen pika e 9 për ekipin e Pogradecit. Aoki vazhdon shërbim me numrin 5. Llapa, Gruda, Shabanaj fort, Aoki mbrohet mirë, Saini, Gjata, e vëmendshme Gjyshja aty, e ka ndjekur Gjata në këtë Ngecje, e ka kapur, e ka fituar dy luftimi ndërmjet dy qendrave. 18 Dinamo, 9 Pogradeci. Vështirë se mund të kthehet ky set nga Pogradeci, megjithatë asnjë nuk i dihet. Gjyshja ka kaluar në shërbim me numrin 2. Shahu, Aoki në pas, Ramo, Sukov, Gruda, Shabanaj, diagonale gjatë e bukur në pozicionin 1 nga Shabanaj. Me qetësi, me delikates, e ka marrë pikën Shabanaj. Vazhdon shërbimin Gjyshja. Aoki, Saini, Ramo. Këtë e diagonalin e gjatë, Ramo nuk arrin atje Blevins dhe Gjyshja. Vjen pika e 10 për Pogradecin. Llapa. Në vështirësi Gruda e kalon topin Zydlo, Saini, Gruda, Llapa,
tek Shabanaj. Prekjerjet e aty nga Shabanaj, pika I kalon ekipit Pogradesit, 19 Dinamo, 13 Pogradeci. Pushimi I kërkuar nga trajneri I Dinamos, Michelangelo Maggialetti. Ka një ekip të kompletuar Dinamo, po thoshim edhe pak më përpara. Në stol ka Suvarien, Borakaj, Lama, Myftiu, Mshedeshvili, Bregu, dhe Sulejmani. 14 vajza në dispozicion të stafit teknik të Dinamos. Të shohim, do ta marri fitoren Dinamos sot. I duhen 3 pik Dinamos. Në shërbim ka kaluar Ramo për Pogradeci. Lapa, Blevins në krahun tjetër të Sukov. Ka gabuar Blevins, preke antene. I duron pikën e 14 Pogradecit. Vazhdon shërbimin Ramo. Lapa në vështirësi, Gruda, është kapur në blok Zydlo, Blevins, Sukov, qa pike. Me delikates, me qetësi, Sukov diagonalen e gjatë e merr pikën. Moment deciziv ky. Nuk po merrte Dinamo pik. Shabanaj në shërbim tani për Dinamo me numrin 16. Aoki në vështirësi, Saini e kthen topin. Fasuleva në vit të drejt, nuk e ka mbyllur mirë atje bloku dyshi I Grudës edhe I Zydlos. Atë I kërkon edhe trajneri I Dinamos, Grudës të mbaj vjen e drejt afër antenës. Gjata, Lapa, Gruda në vështirësi, kalon topin Lapa, Aoki, Saini, Kaludra është kapur bloku Fasuleva, Aoki kalon topin, Shabanaj, Gruda, Zydlo, e ka marrë pikën Zydlo. Veprime I bukur ky nga Zydlo. Traps mbrapa blokut, mbrapa shpinës pasuses. Vjen pika e 21. Në shërbim Sukov. Aoki, Saini. E ka ngesur topin nga Ludra, e ka marrë pikën. Vjen pika e 16. 21 Dinamo, 16 Pogradec. Në shërbim Saini.
Llapa ka gabuar Llapa. Nuk ka arrin ta presi topin nga shërbimi i Sainit. Vjen pika e 17 për Pogradecin. 21-17. Llapa, Gruda në pas, Blevins fort, jashtë Gjuatje Blevins, 18 Pogradeci. Pushim nga trajneri Dinamos Michelangelo Megaleti. Ishte afruar me 3 pikë Pogradeci në këtë set të tretë të takimit. Duket se ka ulur vrullin Dinamo. Kthehet loja, volejbolli është i tillë që asnjë nuk i dihet. Akademia Klub Volejboll Dinamo zhvillon stërvitje çdo ditë pranë Universitetit të Sporteve të Tiranës. Prej orës 17:00 deri në orën 20:00. 2 orare, 2 salla sportive në dispozicion të vajzave, staf i përkushtuar, materiale bazë për zhvillimin e stërvitjes moderne dhe bashkëkohore. Saini, jashtë shërbimi Saini, duket se ka dhënë rezultat pushimi i marrë nga stafi Dinamos. 22 Dinamo, 18 Pogradeci. Në shërbim Zydlo me numrin 1. Aoki, Saini në krahun tjetër te Fasuleva, Zukov. Ka kapuar Sukov, topi ka prekur rjetën afër antenës dhe ka dal jashtë. I kalon pika Pogradecit. 22 Dinamo, 19 Pogradec. Në shërbim Fasuleva me numrin 7. Lojtare që njeh kampionatin shqiptar, ka lozur 2 sezone me Skënderbeun, mos gaboj. Ka gabuar Fasuleva, i dhuron pikën e 23 Dinamos. Gruda, ka gabuar edhe Gruda, është nxituar. I dhuron pikën e 20 Pogradecit. 23-20. Në shërbim ka Ludra me numrin 3. Llapa, Gruda në pas, Levins fort, Saini, Fasuleva kthen topin në loj, Gjata Kalim, Llapa, Gruda në pas, Shabanaj fort. E ka marrë Shabanaj. Nuk të falë Shabanaj në këto pozicione. Kërcen fort mbi blok e merr pikën. Nuk ka arrin atje Ramo me numrin 11 të mbrojt në diagonalen e shkurtër. 24-20. Të shohim do ta mbylli Dinamo. Aoki, Saini, Aoki mbrapa shpinës. Kalim topi, Gruda. Është vlerësuar me 4 takime ky veprim nga vajzat e Pogradecit. Mbyllet seti i tretë me fitoren e Dinamos 25-20. Mbyllet edhe krejt takimi.